ballafaqim në këtë emision të drejtë për drejtë që transmetohet në valët e televizionit Apollon çdo të martë në orën 21. Do të diskutojmë për asgjësimin e armëve kimike të Sirisë. Është një nga çështjet më të diskutuara në ditët e fundit në mediat e shkruara, elektronike, shoqërinë civile, në organizata dhe shoqata të ndryshme madje edhe më gjerë. Për të diskutuar për kapacitetin që ka vendi ynë në funksion të asgjësimit të armëve kimike, për mundësitë reale, për efektet apo ndikimin e saj me lidhje dhe për çështje të tjera, ne kemi ftuar sonte në studio zotin Agron Habilaj, ish ushtarak pension, njohësimi i strategjisë së armëve. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur në studion televizionit Apollon. Mirëmbrëma. Faleminderit, e quaj për veliq. Zoti Mustafa Murto, me cilësinë e intelektualit, përfaqësues shoqërisë civile. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur zoti Mustafa. Faleminderit. Dhe zotin Ferdinand Muska, jurist, ka angazhime të gjera me pjesëmarrjen e tij në organet e policisë dhe në struktura të tjera të rëndësishme të shtetit. Mirëmbrëma, mirë se ka ardhur në studion televizionit Apollon. Zoti Abila, ai ka kapacitetet e mjaftueshme Shqipëria për të asgjësuar armë kimike? Sipas mendimit tim, territori jon është një territori i ngushtë dhe nuk i ka kapacitetet për asgjësimin e këtyre armëve kimike. Mjetet kimike janë mjete lufte. Dhe lufta është aq e vjetër, përdorimi i armëve është aq i vjetër sa edhe vetë njeriu që ka përdorur që në kohën e lartësisë dhe ka ardhur duke u përsosur këto deri dhe në armët kimike. Këto janë asgjësuese. Jo vetëm për shoqërinë njerëzore, për njeriu, por edhe për të gjitha qeniet e tjera të gjalla. Po dëmton edhe bimësinë. Jeta e njeriut jepet një herë. Dhe sipas mendimit tim, jetën e njeriut e merr Perëndia edhe politika, prona dhe paraja, pakujdesia dhe femrat. Pse e them femrat? E them këto për arsye se janë aq helmuese sa dhe vetë lëndët kimike do bisedojmë sot. Sepse unë di që për një televrit e 2 desh dhe për një bushtër hanë 2 qenë. Për një femër shuhet 2 fise. Po për armët kimike? Armët kimike janë shumë herë më të rrezikshme për arsye sepse zhduk qenie njerëzore. Ato përdoren me aviacion, me mjete fluturuese, po përdoren edhe nga toka, kryesisht i përdor ushtria këto në rastet kur skalionet e para të luftimit përgatiten për të hedhur në sulm. Në këto raste përdoren armët kimike për asgjësimin e vijës parë të frontit. Nuk flitet për përdorimin e tyre në territorin tonë, për asgjësimin e armëve të Sirisë. Do vi edhe aty. Duke parë rrezikshmërinë për asgjësimin dhe marrjen e jetës njeriut, po aq të rrezikshme janë edhe shkatrimi tyre në vendin tonë. Ne nuk i kemi ato mundësi territoriale, absolutisht as pak. Kupton. Tani në një këshilli ministrave të parlamentit dhe shoqatat e tjera, shoqatat në tërësi dhe shoqëria njerëzore dhe individ veçantë janë kundër kësaj. Edhe unë jam kundër kësaj, sepse ke të bësh me jetën e njeriut. Ajo lë pasoja edhe në brezat që vinë, edhe fëmijët në ato territore, në ato vende, kur të lindin fëmijët, do të lindin me defekte. Nëse përdoren, do të lindin, nëse përdoren, po nëse ato asgjësohen në kushtet kontrollit të rrep dhe sigurisë, në kjo se ato do të përdoren vetëm për çmontimin dhe asgjësimin të bëhet diku në një vend tjetër, nuk ka rrezik. Nuk ka rrezik. Jo. Pikrisht për te po flitet, jo për përdorim për asgjësimin e tyre në territorin tonë. Jo, në qoftë se ato do përdoren vendin tonë vetëm për çmontimin dhe jo për asgjësimin fizik të tyre, në një rrezik nuk ka. Po çmontimi nuk ka lidhje me asgjësimin e tyre? Asgjësimi është tjetër punë.